Kaluan kohë pas atij takimi të parë, dhe ai e pa të gruan nga Bosnjë-Hercegovina disa herë të vinte tek farmacia. Një ditë i bëri përshtypje një detaj, që kur nuk i kishte vënë re më parë. Ajo mbante në krah një tufë me lule, të ndarë në 2 pjesë, të mbështjella me kujdes. Aja kishte ndruar edhe veshjen. Ngjyrat e çelura dhe një hije freskie në fytyrë e tregonte në atë ditë të bukur në dori se diçka kishte ndodhur për mirë. Ndoshta kishte ngjallur shpresë. Sytë e saj atë ditë shkëlqenin. Ai erdhi pranë tij me nxitimin e njeriu që nuk donte të vonohej. Prandaj tha: "Kjo është receta për sot." Recipe for today. It's like dhe ndali. Po, i tha djaloshi duke parë sytë nga zëllyer të saj dhe se që ndjeu një gëzim të veçantë. Ai, vazhdoi gruaja, sikur është më mirë dhe dhimbjet i ka shumë më të rralla. Ajo po fliste me të shpejt. Maybe the medication did them a lot of good. Yes, this is making me very happy. Tha djaloshi dhe buzëqeshi, gati si I çliruar nga një ankth. Yes. Po, është e vërtet, tha ajo. It's true. Dhe ngriti sytë lart, sikur po shikonte qiellin, por në fakt sytë e qeshur të saj vështruan ndriçimin e neonëve. Zoti e mbroft, mendoi ajo. God bless him. Djaloshi hodhi sytë tek lulet që mbante në duar gruaja, dhe më pas vështrimet e tyre u kryqëzuan. Ajo u skuq pak në fytyrë dhe vazhdoi me rrëmbim. Ai sot ka ditëlindje. Today is his birthday. Zoti ja shtofti May jetën God prolong his life. dhe I ndau 2 buqetat nga njëra tjetra. Kjo është për ju, This is for you. tha ajo papritmas. Bleva 2 qëllimisht të vlerësoj për gjithçka I që bought ke 2 bërë. on purpose. I appreciate you for everything you've done. Djaloshi u trondit nga kjo e papritur dhe nuk po depërtonte thellë në psikologjinë e gruas, që po flutronte pothuaj nga ky entuziazëm I veçantë. Ati po I vinte çudi dhe nuk po kuptonte thelbin e këtij gjesti. Ndërkohë, ai e pa në sytë e saj që po qeshnin dhe kuptoi mirësinë e një shpirti që kishte vuajtur, që kishte lënguar, që ishte cfilitur e lodhur në shumë ditë e net, të asaj qenie njerëzore që ishte përpolitur nga dilemat e forta të mbijetesës, të pasigurisë, të pikpyetjeve të mëdha dhe që nga gjithë kjo errësirë dhe përpjekje torturuese, ajo ndoshta po shikonte një vegim ndriçues për shpirtin e saj të stërmunduar. Ju falenderoj zonjë për vlerësimin tuaj. Thank you, madam, dhe for your happy appreciation birthday, and burrit happy tuaj, birthday to your husband. tha djaloshi duke prekur lulet që ajo I afroi. Ai pa se nga zëllimi I saj u dyfishua dhe Thank you, my son. fuqizua aq fort dhe aq admirueshëm sa që pas fjalëve të saj, faleminderit biri im, ajo shpartheu me njerë në lot gëzimi. Ai ndjeu se hapat e saj ishin të shpejta dhe më ritmike, të cilat u shtukën pas portës